Transformo të ardhmen tënde financiare, fuqia e mendjes dhe energjisë. Përshëndetje, miq të mi të dashur. Sot, unë jam këtu për të ndarë me ju një mesazh që do të ndryshojë gjithçka për ju. Imagjinoni për një moment, ju jeni aq afër pasurisë ekstreme, saqë mund ta ndjeni atë të pulsojë rreth jush. Nuk është një ëndër e largët, është realiteti juaj i ardhshëm. Dhe ja diçka magjepsëse, thjesht duke dëgjuar këtë mesazh sot, me vëmendje të plotë, madje vetëm një herë, ju keni bërë hyrjen e parë drejt këtij transformimi. Nuk ka nevojë për rituale të komplikuara apo përpjekje të mëdha. Energjia e fjalëve të mia po punon tashmë brenda jush, duke hapur dyert e bollokut. Le të fillojmë duke pranuar diçka të rëndësishme. Jeta juaj financiare nuk është frastësore. Është rezultati i energjisë që ju rrethon çdo ditë. Dhe sot, ne do të mësojmë se si ta transformojmë atë energji në një rrjedhë të pashoqe pasurie. Mos u shqetësoni nëse keni pasur vështirësi financiare në të kaluarën. Kjo video është kyçi për të lënë pas frikën dhe për të hapur zemrën ndaj mundësive të reja. Merrni një frymë të thellë, relaksohuni dhe lejoni që fjalët e mia të depërtojnë thellë në mendjen tuaj. Jeni gati? Le të vazhdojmë. Pika 1. Rëndësia e energjisë që rrethon vetveten. Tani, le të flasim për energjinë, atë forcë të padukshme që formson çdo aspekt të jetës suaj. Energjia nuk është diçka mistike, është realiteti juaj i përditshëm. Çdo mendim që kalon në përmendjen tuaj, çdo fjalë që shqiptoni, çdo veprim që ndërmerrni, krijon një fushë energjie rreth jush. Dhe kjo fushë është ajo që tërheq bollokun financiar në jetën tuaj. Filloni duke u ndërgjegjësuar për rrethin tuaj të energjisë. Kujtoni, njerëzit, ambientet dhe zakonet që ju rrethojnë janë pasqyra e asaj që ju tërheqni. Nëse jeni të rrethuar nga njerëz që ankohen për mungesën e parave, ose nëse shtëpia juaj është e mbushur me simbole të varfërisë si fatura të papaguara të hedhura kudo, atëherë ju po ushqeni një cikël negativ. Por sot, ne do ta ndryshojmë këtë. Provojeni këtë, filloni me afirmime pozitive. Çdo mëngjes, para se të ngriheni nga shtrati, shqiptoni me zë të lartë, unë jam magnet i bollokut. Paraja vjen tek unë lehtësisht dhe me gëzim. Përsëriteni këtë jo si një detyrë, por si një këngë të brendshme që ju mbush me dritë. Pastaj, rrethojini veten me simbole të prosperitetit. Vendosni një monedhë të ardhmë në xhep, ose një foto të një shtëpie ëndrash në murin tuaj. Këto nuk janë thjesht objekte, ato janë sinjale për universin se ju jeni gati për më shumë. Dhe mos harroni, energjia juaj personale është çelësi. Nëse mendoni se paraja është e vështirë për t'u fituar, atëherë do të jetë e tillë. Por nëse e shihni si një rrjedhë natyrale, si ujin që rrjedh nga një lum, atëherë do të filloni ta ndjeni atë të mbush jetën tuaj. Çdo mendim pozitiv është një far që mbjell bollë. Çdo veprim i vogël, si falënderimi për atë që keni tashmë, është një ujitje e asaj fare. Imagjinoni si kjo energji po zgjerohet tani, duke prekur çdo qelisë të trupit tuaj, duke ju bërë një far të pathyeshme e pasurisë. Pika 2. Çdo veprim dhe mendim formson të ardhmen financiare. Tani, le të thellojmë këtë ide. Çdo veprim dhe çdo mendim ka fuqinë të formsojë të ardhmen tuaj financiare. Nuk ka asgjë rastësore. Nëse sot zgjidhni të shihni një video motivuese si kjo, në vend që të humbni kohë në rrjete sociale negative, ju po investoni në të ardhmen tuaj. Nëse vendosni të lexoni një libër për suksesin financiar në vend që të shihni televizor, ju po krijoni një rrugë të re. Pavarësisht pasigurisë ekonomike globale, inflacionit, krizave apo lajmeve të këqija, ju keni fuqinë të liroheni nga frika. Frika është si një zinxhir që ju mban të lidhur me mungesën. Por sot, unë ju them, parat, shumë para, janë rrugës drejt jush. Po, lexuat mirë. Bolloku tashmë ka filluar të rrjedhë drejt jush. Nuk është një premtim bosh, është një ligj i universit. Si magneti tërheq metalin, kështu edhe energjia juaj pozitive tërheq pasurinë. Mendoni për momentin e fundit kur keni pasur një ide të madhe, por e keni shtypur për shkak të dyshimit. Sot, premtoni se nuk do ta bëni më. Çdo mendim i ri është një mundësi e re. Çdo veprim i vogël, si shkrimi një listë shpërblimesh financiare ose bërja e një kursi online falas, po ndërton ura drejt pasurisë. Ju nuk jeni viktime e ekonomisë, ju jeni krijuesi i saj personal. Le të festojmë këtë fuqi tani. Ndjeni si trupi juaj po relaksohet, si mendja juaj po hapet, si zemra juaj po pulson me entuziazëm për atë që po vjen. Pika 3. Zhvendosja e mentalitetit dhe aktivizimi i energjisë së pasurisë. Tani, le të kalojmë te thelbësia. Zhvendosni mentalitetin tuaj dhe aktivizoni energjinë e pasurisë brenda jush. Mentaliteti juaj aktual është si një kompjuter i vjetër që funksionon me programe të vjetra të mungesës. Por sot, ne do ta azhurnojmë atë. Filloni duke u fokusuar te fjala rritje. Po, rritje jo vetëm në numra, por në bollëk, prosperitet, pasuri, fluks parash dhe sukses. Vizualizojeni këtë, imagjinoni një far të vogël në tokë.
Ajo fillon të rritet duke thyer tokën, duke u shtrirë drejt diellit. Kjo farë jeni ju. Ndjeni si rrënjët tuaja po thellohen në tokën e bollëkut duke thithur ushqyesit e pasurisë. Ndjeni si gjethet tuaja po zgjerohen duke kapur çdo rrezë drite të mundësive. Dhe tani, imagjinoni si kjo rritje nuk ndalon te ju, ajo shtrihet te të dashurit tuaj. Fëmijët tuaj duke luajtur në një shtëpi të madhe, bashkëshorti juaj duke buzëqeshur pa shqetësime financiare, familja juaj e bashkuar në pushime luksoze. Kjo rritje po ju transformon jo vetëm ju, por të gjithë rreth jush. Përsëriteni me vete, unë jam në rritje. Bollëku im po rritet. Pasuria ime po rritet. Çdo herë që e thoni, ndjeni vibracionin e saj. Kjo nuk është imagjinat, është krijim. Universi dëgjon dhe përgjigjet. Dhe sa më shumë që e bëni, aq më shpejt do ta dëshmoni. Një telefonat e papritur me një ofertë pune, një pagesë e papritur, një ide biznesi që shpërthen. Pika 4. Paraja si energji dhe vibracion. Le të sqarojmë diçka të rëndësishme. Paraja nuk është thjesht numra në llogarinë tuaj bankare. Paraja është energji dhe vibracion. Është një forcë e gjallë që rrjedh nëpër botë si lumi i jetës. Kjo energji është gjithandej, në ajrin që thithni, në tokën nën këmbët tuaja, në çdo atom rreth jush. Ajo po pret që ju të përshtateni me të vibroni në të njëjtën frekuencë. Nëse dyshimi juaj është i lartë, vibracioni juaj është i ulët dhe paraja kalon pranë jush pa ju ndalur. Por kur liroheni nga dyshimet dhe kufizimet, kur filloni të ndjeni bollëkun si diçka natyrale, atëherë ju bëheni një me të. Imagjinoni si trupi juaj po mbushet me këtë vibracion tani, një dritë e artë që rrjedh nga koka në këmbë, duke larguar çdo hije të vjetër. Ju po shkoni drejt një versioni të ri të vetes, një version të sigurt, të pandalshëm, tërësisht të harmonizuar me pasurinë dhe suksesin. Nuk ka më nëse apo por. Ka vetëm tani. Ndjeni si kjo energji po ju ngrit, po ju bën më të fortë, më të qartë, më tërheqës për çdo mundësi financiare. Ju jeni krijuesi, ju jeni kanali dhe lumi i pasurisë po derdhet përmes jush. Përmbyllje me afirmime. Tani, le të mbyllim këtë udhëtim me afirmime të fuqishme. Përsëritini ato me siguri absolute, me zë të lartë, duke ndjerë çdo fjalë si një vulë në shpirtin tuaj. Merrni një frymë të thellë dhe filloni. Sot unë filloj një kapitull të ri, një jetë të mbushur me prosperitet, sukses dhe mundësi të pakufishme. Nuk kam nevojë të kërkoj pasuri, sepse e di që linda për të qenë i pasur. Parat po shumohen në jetën time çdo ditë. Unë tani i deklaroj universit se pasuria më vjen lehtësisht, pa mundim, pa rezistencë. Unë jam i pasur, unë jam i bollshëm, unë jam financiarisht i lirë. Pasuria është realiteti im sot. Unë jam plotësisht i lirë nga çdo besim kufizues që më ka mbajtur peng dikur. Çdo mendim i vjetër, çdo dyshim, çdo besim i rrem që më thoshte se parat ishin të vështira për t'u marrë, se nuk isha i destinuar për bollëk ose se suksesi financiar ishte jashtë mundësive të mia, tani është fshirë. Nga ky moment e tutje, unë lëshoj të kaluarën. Unë shkëputem nga mungesa, nga kufizimet, nga vështirësitë. Unë nuk i mbaj më barret e mungesës ose frikën e të mos pasurit mjaftueshëm. Unë kam hyrë në një realitet të ri, një realitet ku pasuria më vjen natyrshëm si ajri që marr frymë. Një realitet ku prosperiteti nuk është vetëm një mundësi, është e vërteta ime, identiteti im, fati im. Unë nuk jam më në pritje që bollëku të arrijë. Unë jam duke ecur në të tani. Dhe kështu është. Kjo është jeta ime. Miq të mi, ky nuk është fundi, është fillimi. Dëgjoni këtë video sa herë të doni, por mbani mend, transformimi ka filluar tashmë. Faleminderit që ishit këtu. Përshëndetje dhe bollëk të pafundëm për të gjithë. Abonohuni, pëlqeni dhe ndani këtë me dikë që e meriton.